Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Allahun e madhruar e falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut të mëdhenuar me zhvillimet dhe ngjarjet nga jeta e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kemi përmendur disa herë dhe duhet gjithmonë ta kemi parasysh se shpalosja e këtyre ngjarjeve, rrëfimi që prezanton jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ky rrëfim që përcjell këtë jetë bekuar, këtë jetë me të vërtet shumë të begat me punë të mira dhe kontribut, nuk është thjesht një rrëfim historik, nuk është thjesht një histori që ne flasim për te, por janë ngjarje frymëzuese, janë mësime për jetën, që të i kalojnë gjitha dimenzionet edhe të vendit edhe të kohës. Mësimet e Muhamedit alayhi salatu wasalam, mësimet nga jeta e tij, nuk janë mësime vetëm për vendin ku ai jetoi dhe nuk janë mësime vetëm për kohën kur ai jetoi, por janë mësime për çdo kohë dhe për çdo vend. Prandaj edhe si besimtar, si musliman, si pasues të Muhamedit alayhi salatu wasalam, kemi për obligim që të njihemi për së afërmi me ngjarje dhe zhvillimet kryesore të jetës së tij nga njëra anë, dhe nga ana tjetër të përfitojmë nga këto mësime për jetën tonë, për përditshmërinë tonë, për çdo situatë që ne kalojmë në jetën e kësaj bote. Nga sa Allahu xhalla xhelaluhu Muhammedin alayhi salatu wasallam e ka dërguar si model dhe shembulltyr për të njerëzimin. Kemi ardhur tek një stacion i ndihshëm dhe shumë i rëndësishëm që pas kësaj ngjarje rrjedha e zhvillimeve në kohën e pejgamberit ka marrë komplet një kahje tjetër, ka marrë një zhvillim tjetër në kuptim pozitiv. Kemi përmendur se pejgamberi alayhi salatu wasallam në pamundësi që të gjenë mirë kuptim me Kurajsht e Mekës, që të garantohet një hapësirë e mjaftueshme për ta zhvilluar misionin e tij, tashmë ai fillon me mendu për me elshu Mekën. Nuk ishte e lehtë, nuk ishte fare, opcion që e dëshironte pejgamberi alayhi salatu wasallam, mirë po nuk pati zgjidhje tjetër. U përpjek në forma të ndryshme që të gjejnë mirë kuptim, që t'i jepet një hapësirë që i takon të realisht në shoqëri, por gjitha këto realisht përballeshin me refuzim, arrogancë, me dhunë të ushtruar nga ana e Kurajshve në forma të ndryshme. Andaj pejgamberi sa me lenin Allahut vendosi që ta lëshonte Mekën. Ta lëshonte Mekën, po ku të shkonte? Destinacioni ishte Medineja, qyteti ku u shpërngul pejgamberi alayhi salatu wasalam. Kemi thënë se para se të shpërngulet Muhamedi alayhi salatu wasalam, do të thotë kishte në planifikime, kishte një, zhvillim më gradual të kalimit nga Mekja në Medinë. Nuk ishte thjesht vetëm një emocion, nuk ishte një eufori, një vendim i nxituar, jo. Por pejgamberi sa i ndërmerrte të gjitha hapet e duhur që në fund kur ta merrte vendimin dhe të lëvizte në drejtim të Medinës, gjithçka të ishte në rregull. Dhe kështu vepron besimtari, nuk vepron në bazë të euforive, nuk nxiton, por i ndërmerr hapet e duhur, e studion situatën mirë, i parashikon aq sa ka mundësi pasojat, e pastaj i merr veprimet e duhura. Pejgamberi alayhi salatu wasallam tashmë veç ka filluar kontaktin me banorët e Medinës. Një grup i banorëve të Medinës ishin bërë musliman. Dhe së bashku me ta, kur u kthyen nga Mekja në Medinë, Muhamedi alayhi salatu wasallam u dha një nga shokët e tij të afërt, një djalë të ri, por i pjekur, por me njohuri të mjaftueshme islame, që të ishte thirrësi i parë në Medinë. E dërgoi Musab ibn Umerin
radiallahu ta'ala anhu në Medine. Dhe sikur që e kemi përmend, Musabi filloi të ardhon nga dalë thirrjen me urtësi, me butësi, me maturi dhe dashti Allahu dhe pat sukses të madh në këtë drejtim. Saqë edhe në takimet e tij shumë të ndihshme me elitarët e Medinës, ai ja doli që tua qetësonte zemrat dhe tua mbushte bindje dhe besim në Allahun te bareke ve taala. Pasi që edhe udhëhecët e fisëve tashmë janë bërë musliman, numri i besimtarëve në Medinë filloi të shtohej. Dhe ata e dinin se e kanë lënë pejgamberin e son Medinë në Mekë në situatë vështirë. E kanë pasë si po e keqtrajtonte realisht populli i tij. E kanë pasë pejgamberi alayhis salam nuk ishte rahat në Mekë, nuk ishte hapësirë të mjaftueshme. Dhe një grup që kishte vendosur vitin e ardhshëm të shkojnë në haxh, nga sa edhe në atëku bënin haxh, po jo sipas udhëzimeve islame, ata vendosin që të bëjnë pjesë e karavanit së bashku me shumë të tjerë që ishin nisur për në Mekë. Dhe një nga arsyet kryesore ishte që të shkojnë të bëjnë një zgjidhje Muhamedi alayhi salatu wasallam. Të bëjnë një zgjidhje, nga se nuk mundeshin ata me uni rahat në Medinë, domthonë ata në rahati, ata në shoqëri që tashmë ishte islame, ndërsa pejgamberi po keqtrajtohej në Mekë. Nuk nishin rahat. Dhe kështu besimtari nuk mund më një rahat kur një besimtar, kur dikush i tij nuk është rahat. Besimtari nuk është egoist, nuk shikon interesat e tij, por shikon për te vetvetes, shikon që edhe të tjerët të jenë rahat e të jenë mirë. Andaj pejgamberi alayhis salatu wasallam dilte në kohë të haxhit mu taku me njerëzit. U nisën nga Medinja 73 burra dhe 2 gra. 75 vet ishin krejt. Nuk kishte edhe gra dhe kishte edhe burra në këtë grup që u nisën për në Medinë. Qëllimi ishte që të vendosin hapat përfundimtar dhe final për me e marrë pejgamberin alayhis salam në Medinë. Kur shkuan në Mekë, situata ishte shumë e tensionuar dhe nuk ishte lehtë me taku pejgamberin alayhis salatu wasallam, për shkak se ishte i vëzhguar nga ana e Kurajshve. Ata përcjellin me këpo takohet çfarë po bën, nga se nuk donin milion hapësirë të mjaftueshme që ai të takohej me njerëzit. Dhe u dakorduan në formë të caktuar që të takohen në Mina. Mina, një pjesë e ritualeve të haxhit, atje ku gjuhen gurët dhe atje ku haxhlerët bujnë, pasi që e kanë përfunduar ritualin e Arafatit dhe Muzdelifes. Në haxhlerët dolën në Arafat, që ajo shtylla e haxhit. Pas Arafatit ata flajnë në Muzdelife. E pas Muzdelifes, pastaj shkojnë me i hudh gurët në Mina. E aty në Mina do mund ka disa kodra. E pas një kodre ishte vend takimi i pejgamberit sa me këtë grup të Medinës. Ata normal nuk patë mundësi me shku të gjithë së bashku. Mirë po shkuan pjesë, nga 2, nga 3, fshehurazi, deri sa u kompletuan në atë vend pas asaj kodrine që ta takonin pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe pejgamberi erdhi e me te ishte edhe Abbasi. Abbasi ishte agja i pejgamberit alayhis salatu wassalam, edhe pse në atëku nuk ishte besimtar, nuk ishte për musliman, mirë po, normal, e kishte pejgamberin të afërt dhe do me thonë, interesohaj se çka po ndodh me nipin e tij, është normale. Nga se të ndodhë i afërt i gjaku nuk tjetërsohet. Mund me pasaj edhe tjetërfemir, po afërsia mbetet. Do me thonë, përkrahja mbetet. Andaj Abasi nuk ishte musliman, po nuk mund të me dorëzu let pejgamberin alayhis salam, ta shti si në fen tem, e ta shti shko ku dush, edhe ti po çka dush. Nuk ka kështu aftën. Mbetet lidhja, mbetet raporti, mbetet respekti, përkundër dallimeve që mund të kenë edhe në besim. Andaj Abasi shkoi me pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe deshti me u siguru se në duar të kujt po e dorëzon Muhammedin alayhis salatu wasalam. Andaj Abasi shkoi me pejgamberin alayhis salatu wasalam që të takojë me këtë grup të Medinasve. Kur grumbulluan të ndëzër, i pari ngrit Abbasi me fol. Agja i pejgamberit alayhis salam ngrit edhe
e mbajti një fjalim shumë prekës dhe shumë domethënës. Nga se këtu ishin tash të ndërvëzë, thash, hapat e fundit, s'ka më finale. Tarvet ishin edhe pregaditet si me dalë pejgamberi nga Mekka dhe me shku në Medinë. Andaj, Abbas ju ngrit në këmbë e tha, o burra e gra, që kënë janë nga Medineja. Muhammedin Alizam ka kush me mbrojt. S'ka metë kjo pa mbrojtje. Ka kush me mbrojt, ka kjo familje, ka kjo fis, ka akreba, që e mbrojnë, nuk e lojnë me shkel gjithë kushi. Po në qëfë se e umermenja, edhe e keni matë punë të mirë, se ju e merni, e mbroni, e kujdesni për te, që ashtu që kujdesni për familjarët e juaj, e për vetë në juaj, unë u adërzaj Muhammedin a.s. Atëre, unë ngreta i njoni për tyne që ishte, po mënej, i autorizuar për me fol, edhe i adha besin që nuk këna ardhna me, në të kuptim, nuk këna ardhna me u talë me këtë punë. Në këna ardhna me marë pejgamberin a.s. Dhe imi të gachëm për çfarë do lloj kushtash, vetëm që të vjen të këna pejgamberi a.s. Atëre të ndrozër, Muhammedi a.s. u aprezent disa kushta aty në pëtën. Një nga kushtet ishte, do mënë që ata me e dëgju dhe me e respektu pejgamberin a.s. Do mënë, pejgamberi s'po shkon në Medinë si banuri rëndamët, si banuri zakonshëm. Mirë po shkon në Medinë si udhëheqës i banurit Medinës. Ja se kështu e kërkon në situata, e është pejgamber në mësimet e Allahut. Nëse nuk më dëgjani, nuk më respektoni, çfarë ka kuptim në ardhë. Andaj kushti ishte që pejgamberi a.s. që do të shkon të atjama. E dyta ishte të ndrozët që t'i ndihmojnë edhe kur situata është e lehtë, por t'i ndihmojnë edhe kur situata është e vështirë. Nuk ka mundësi komplikohet situata, vështirësohet, vinë sprovat, a e një t'ga që unë ballafaqohem me këtu. Që nuk ishin kushtet lehta këtu. Pastaj dëmon një nga kërkesë ishte që të kishte pejgamberi hapësirë të mjaftueshme për të udhëzuar për të mirë e ndaluar nga e keqja. Po nëse thom kjo nuk bën, kjo bën, më jap një hapësirë të mjaftueshme që me e përmirësu gjendjen, me ndalu të keqen, me fol për të mirën e kështu me radhë. Gjithashtu, domthon ishte edhe nga kushtet, domthon që ata ta mbrojnë pejgamberin sa ashtu sikur se i mbrojnë familjarët edhe fëmijët e tyre. Do të mbrojnë njëjtë si këtë tjerë, pa dallim. Dhe ishin të gatshëm Medinës i të ndërvëzër që të japin besën pejgamberit. Para se me ja dhon besën, u ngret njëri prej Medinësve. E tha, o burra, e ju gra që jena bashkë. A dini çka i bjen me ja dhon besën këtij burri? Shikoj të ndërvëzër, do të mi matë senet mirë. Jo me inë punë, pa i parashiku sen, ma di valla se kum ditë, valla se kum prit. Ja, ma di mirë punë, tani hinë. Unë ngritë e tha, a e dini se nëse mërni këtë burë, keni mu prish me gjysën e Arabëve në atë ku? Ka me pas fise që i luftoj, në është ta keni mu bloku edhe ekonomikisht, a i një të gaqë për këtë punë. E njëri nga të parët e këti grupi tha, ollu aty tha se na, i këna matë të punë ko gjamirë. Edhe mi të gaqëm, qëfar do qmim me pagu që pejgamberës me qenë me neve. Të ndërlozër, aj që e një figurën e pejgamberit a.s. Aj që e dim vlerën e këti burri, aj që e dim simet e ti, nuk hamendet, nga se dinë se me të vërtet, janë vlerën për të gjithë që ka me dhonë. Njëri që e ka dërgu Allahu, burri që e ndryshoj dunjan për të mirë, e ndryshoj botën pas që ishte kapluar nga errësira e mosbesimit, e bestutnive, e padrejtësive të shumë të kështu më radhë. Andë ishte nderë për ta që Muhammedi a.s. tjetë, më thonë, në mesin e tyre. Ishte nderë për ta që piknisja e një ndryshimit të madhë për mes shpallin sa Allahu xhallahu ala të ishte pikërisht nga qyteti i tyne, nga vendi i tyne, që ata të marrin një titull që do të mbetet i paharueshëm deri te gjykimit, el ansar. Ansar janë për krasit, do ata që i ndihmuan dhe përkran pejgamberin a.s. Nuk është kjo titull i lehtë, nuk është kjo titull i vogël të ndërlozër. Andaj nuk u hamendën fare dhe ja dhënë besatimin pejgamberit a.s. dhe e garantuan në bazën se gjithçka është në rregull, dorëzoje nga se nuk ka më i mungu asgjë pejgamberit a.s.
Dhe kështu të ndërlozë ka ndodhë. Kur ka shku pejgamberi në Medinë, Medina e ka prit me gjithë gëzim, me zemrat hapura, me shtëpit hapura. Këtë që ka kanë pas, realisht e kanë përdur në shërbim të Muhamedit alayhi salatu wassalam. Edhe kanë rrit pejgamberi sa deri sa ka vdek pejgamberi sa ka met në Medinë. Kjo është besatimi që quhet besimi i dytë në Akabe. Besatimin e parë kemi folur për të në takimin e kaluar, dhe ky është besatimi i dytë dhe përfundimtar ku pejgamberi sa tashmë edhe e pren vendimin se do të shkon në Medinë dhe tashmë mbeten ato përgatitjet finale, ka me dal, kur ka me dal, me kë ka me dal, si do të bëhet udhimi, faza finale e nisjes dhe e arritjes për në Medinë. Mirë po, për sa të ndërozë po mjaftona me këtë pjesë të kësaj ngjarje dhe disa dobi që dalin nga kjo që e përmenda. E para që e përmendëm të ndërozër, edhe më herët dua ta ndoj si pikë veçantë është se shikoni ensarët kanë qenë në Medinë, janë bu besimtarë. Mirë po pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk ka rahat, zbona as ata rahat. Të ndërozër, edhe pas vdekjes së pejgamberit alayhi salatu wasalam, një musliman që fyhet pejgamberi i tij, Muhamedi alayhi salatu wasalam, shahet në format më brutale, flit për të keq, nuk ka mundësi muni rahat, nuk ka mundësi muni miraj, nuk ka mundësi muni. Pse? Nga se këtë fyri, këtë share e konsideron me të vërtet një llosje të padrejt, një arrogancë çnjerëzore ndaj kësaj figure të ndryshme të njerëzimit. Po, njerëzit besojnë pejgamberin, besojnë pejgamberin për lëmi tyne. Mirë po, me e denigru, me e fy, deri në nivelin më të ulët mundshëm, kjo është padyshim shqetësuese. E sa të fatkeqësisht të ndërozë, lexojmë dhe dëgjojmë që njerëzit marrin guximin fatkeqësisht në format më brutale, më njerëzore, ta fyjnë njërin që ne dojmë më shumëti. Këtë njeri që Allah me te e shpëtoi njerëzimin, e zbriti Kur'anin. Andaj të ndërozë, duhet me pas konsiderat për ndjenjat e tjerë. Ti mos me besuar të rregull është, po jo më ja fyj figurën, jo më ja shajt, jo më ja njollos, jo më ja përqesh. Nga se kështu, as musliman nuk kanë të liuar me u ma as një figurë të qëfar do feje tjetër. Na mund të themi që, për shembull, Isau nuk është djali i Zotit. Nuk është pejgamberi Allahut. I po na nuk e fyjm, ne nuk shajmë larg asaj nga se është pejgamberi Allahut. Ose për shembull, ndaj pejgamberit që dikush beson te, e ne tash me përqeshe, me talle, me pikturu forma të ndryshme, fyse, të pamoralshme, kështu me radhë. Këtë muslimani kur nuk e ban. Prandaj këtu e mësimet e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Çështja e dytë ndërlozur që e marrim nga kjo është se shikoni në këtë karavan nuk pat vetëm burra, në këtë mision kaq të vështirë, në këtë marrëveshje kaq të rëndësishme, historike, pat edhe gra. Andaj kur Islami s'ka pas problem me këtë çështje. Gjithmonë gruaja ka qenë pjesë e krejt zhvillimeve, ngjarjeve, mirë po me potencialin e saj, me mundësitë e saj, me rolin e saj. As gruaja nuk bëhet burr, e as burri nuk bëhet grua. Secili ka kapacitetet, mundësitë, rolet e veta. Gjithkush e kryen detyrën e tij. As nuk ka mundësi burri kurrën e kurrës me e kry detyrën e gruas. Nuk ka mundësi. S'ka pa Allah mundësi burrit me e luajtur rolin e gruas, nuk mundet. Po as gruaja nuk mund me luajtur rolin e burrit në atë që Allahu e ka veçu burrin. I ka bërë Allahu të ndarë në shumë aspekte që të kenë rol plotësues dhe bashkëpunues e jo konkurrues edhe përplasës me zveti. S'ka nevojë, nuk na konkuron gruaja, e as gruaja nuk konkuron burri, por burrin e plotëson gruaja e tij dhe gruan e plotëson burri i saj dhe kështu jeta merr ngjyrimin e dur dhe kompletimin e kërkuar. Ne kanë pas edhe gra që realisht ja kanë dhënë besën pejgamberit, por na çfarë marrëveshje e madhe. Po ta japim besën se edhe nëse sulmohemi kena me të mbrojt e luftë. Shikojmë marrëveshje edhe për luftë, marrëveshje edhe për situata të vështira, ndërsa në mesin e atyre që kanë nënshkuar marrëveshjen ka pas edhe gra. Që në atë kohë pejgamberi sallallahu nuk e ka kontestuar, s'ka dhënë pejgamberi, jo gratë s'kan çka lypin këtë marrëveshje. Gratë s'kan çka lypin këto. Absolutisht. Andaj, nëse dikush ka problem me Islamin, në rregull, por fol drejt. Kallëzat që kjo nuk në rregull, mos shpif, mos gënje. Për me e rrëzu një mendim
duhesh me sirr argumente, po jo shpifje, jo gënjeshtra. Ja se kështu nuk rrëzohet, kështu nuk debatohet, kështu nuk arrihet tek e vërteta. E vërteta nuk ndërtohet me shpifje të nëzër, e vërteta nuk ndërtohet me fyrje, s'ka nevojë me shajt, nuk ke nevojë me ofendu, nuk ke nevojë. A ki argument? Allahu tha, kul hatu burhanekum in kuntum sadiqin. Allahu tha, nëse jeni në të vërtetën, nëse pani, a jeni të vërtetën po, s'në argumente. Dihet argumentet që jam. Prandaj pejgamberi sa i pranoi këto gra që të jenë pjesë e këtij delegacioni dhe kjo marrëveshje që ishte finale për këtë ngjarje të madhe, mbeti e regjistruar deri në gjykimit me këtë përbërje, burra edhe gra. Pavarësisht numrit, sa ka pas gra më shumë, më burra më pak, s'ka më rëndësi. Për shkak se në atë kohë udhimet ka qenë të vështira, ka qenë të larta. Në këto udhime normalisht nuk ka qenë lehtë me i përballu. Megjithatë, në këtë delegacion që kanë ardhur tek pejgamberi alayhi salatu wasallam, ka pas edhe gra që kanë dhënë besën pejgamberit për mbrojtje, edhe për strehim, edhe garancë se ai do të njihet i sigurt në xhirin e tyre të Medinës. Dobia tjetër që e marrim të ndërruar është, shikoni pejgamberi alayhi salatu wasallam gjithmonë në çdo lëvizje i ka ndërmarrë masat e duhura. Nuk ka dalë publikisht para kurrë që unë po takona me këta. Por jo, që ka u shku mas një kodre, ka thonë hadini ka pak, është taku natën. Mi marë se bepet, jo pëse ka pas frikë. Pejgamberi s'ka pas frikë për kurreshve. Po ka dalë që të shmangë sot ka mundësi konfliktin, përplasjen, me kry punë dhe mes, pa bo zurën, pa bo zotë madhë. Prandaj marrja se bepeve, kujdesi për pasojat, ruajtja e qetësisë është nga udhëzime që na mëson pejgamberi alayhi salatu wasalam. Ju ka unë eri dal nga dal e kështu me radhë. Çështja tjetër që marrim këtu nga këto mësime të ndërruar është edhe shikoni pejgamberin sa ishte i qartë. Nuk tha po vite ju tani këtu çka po bëhet. Jo, thonë, unë po vite me çto kushte. 1 2 3 4 5. Dhe qartësia në ndërtimin e raporteve me njerëzit është, gjithmonë kërkesë islame, gjithmonë. Në tregti për shembull, nuk do të tregti pa qenë qartë çka po shet, apo kujt pia shet, sa po shet, qartë me pas. Nga se qartësia shmang konfliktin. Qartësia shmang mospajtimet. E qartë. Nuk mendon dikujt për shembull, po ta shas si to, me bletë tani flasën për çmim. Ja, s'bën ashtu. Nuk bën. Jo tash flasën për çmim. Nështë nesër tani unë e përdori, edhe ma jap një çmim thosh jalla se kom di që ka shret. Jo Allah çështë komunuam. Me njëherë nisin mos pajtimet. Qartësoj atë. Që ky mall bën çikaç. Unë kam hesap çikaç. Ta do për çit ku, paguaj në dorë, paguaj me çikaç muj. Sa më rëndësi. Më rëndësi është jetë e qartë. Edhe në martesë do të ketë e qartë. Jo me pezull, as të martum, as pa martum. Çfarë statusi keni ju? Të më pasi status? Në pas qartësi, a është gruaja jote, a është burri yt, nëse është gru e burr, kanë shtëpi, kanë familje, apo dihet raporti mes tyre. Po as kështu as ashtu nuk funksionon. As fetarisht, po nuk funksionon as njerëzisht. Do të më ditë, kjo grua është realisht nderi i këtij burri. Ky burr kujdeset për këtë grua. Apo ky burr ka këtë grua, nuk ka tjera. Kjo është nderi i saj, nuk ngacmon tjerat, nuk shkon me tjerat, e ka qartë me kënësht. E ka këtë familje, i ka këta fëmijë, është e qartë. Andaj qartësia të ndërruar është gjithmonë kërkesë islame, që njerëzit në kohën në të qartën. Edhe besimi është i qartë. S'ka pa qartësi tek ne. Dihet kush është Zoti, dihet çfarë pejgamberi, dihet çka njeri, s'ka përzime. Nëse kemi përzime të azdim, a Zot o njeri? Ja s'ka pa qartësi. Zoti është i ndan për njerëzve. As njerëz nuk kanë si Zoti, e as Zoti nuk ka si njeri, janë ndan me këtë punë. Dihet çka janë fjalët e Allahut, dihet çka janë fjalët e pejgamberit, dihet çka janë fjalët e dietarëve, krejt janë të ndarë në mënyrë precize të saktë. E qartë. Në fe e qartë. S'ka të fshehta, s'ka sekrete, s'ka manipulime, s'ka paqartësi. Kush dën ka mundësi me e kuptuar qartë fenë e tij. Edhe këtu pejgamberi po shkon në Medinë, hapi rëndësishëm qartë ju ka thonë. Unë po vi në Medinë, në rregull jemi. A jeni të gatshëm të plotësoni këto kushte? 1 2 3 4 5 6. Po jemi të gatshëm. E kena menu mirë.
e këna kalkulu mirë, nga që mirë se vjen, në rregull të bo. Vim, ne duhet me konë të qartë, paqartësia, mjegullat, nuk i bëjnë dobi shoqërisë, nuk i bëjnë dobi njerëzve. Del ka zot qëllimin çka e ki, çka po don vëlla? Çka po kërkon? Ku po do më na çon me këtë ideja? Ku po do më na çon me këtë mendim, me këtë merat? Duhet me pas qartësia. Nga qartësia është ajo që garanton stabilitet edhe sigurinë në shoqëri apo. Dhe në përfundim shkurt edhe një minutë, domthonë nga dobit është, domthonë shikoni çfarë gatishmëri kanë pas ensarët për me mbrojt pejgamberin alayhis salam. Gjithçka, me mbrojt si fëmijët, si gratë, si veten, si pasurinë, mu ballaqu me rreziqe, me sfida. Sprish punë, jemi të gatshëm me pagu çmimin e mbrojtjes së pejgamberit dhe për krahjes së tij. Është normal, gjithçka ndonjë ka çmim, do me qenë musliman, do me shkon në xhenet, ka çmim. Nuk është e falë. Do me qenë njëri mirë, ka çmim. Ka çmim. Se shpesh herë për shembull duhet duhet për gënjeshtër, për mashtrimit, për përfitimeve të padrejta, pa djesh në shtatë, ka ishme me fitu, po s'ta kanë. Ani ka kosto me koni drejt, ka kosto me kosto të ndershëm, ka kosto me koni mirë, ka kosto. Po njëri mençur besimtar e pagun, s'prish punë. Për me koni ndershëm, për me koni mirë, për me koni qytetar i drejt, me koni besimtar si duhet, e paguaj çmimin. S'prish punë. Edhe pse më kushton, ndoshta me pozitë caktuar, kushton me privim nga përfitimet e caktuara, nuk prish punë. Nga që gjitha këto përfitimet afatshkurta kalojnë të nëzë, ato shkojnë. Çka jetë? Jetë fjale e mirë, jetë vepra e mirë, jetë punë e mirë, çka jetë? Ajo që mbetet është më mirë se ajo që kalon, e që tretet, e pastaj mbetet përgjegjësia para Allahut të madhnuar. Andaj ata ishin gatshëm me pagu çmimin, edhe ne sot duhet të pagu çmimin e ndërtimit vendit, e mbrojtjes së besimit, e ndershmërisë, e gjithçka çka duhet, s'prish punë, po më rëndësia është që ta ruajmë atë që Zoti na ka ndaruar me të dhe ta kultivojmë e mbrojmë që t'ia dorëzojmë si duhet gjeneratave të ardhshme. Allahu na udhëzot në rrugën e drejtë, na përmirësoft Allahu gjendjen. Allahu na ruaj nga keqbërësit e keqadashtit, e ata që dojnë me ngrit mjegulla në paqartësi të shtyjnë përpara agjenda dashakeqe për neve. Zoti na ruaj rinin ton, familjen tonë, na mbrojt Allahu vendin ton, popullin ton nga çdo e keqe, nga çdo rikësi, e na mësoj që të ndjekim udhëzimet e këtij burri të madh, Muhamedit alayhi salatu wassalam. Kaq për këtë pjesë Zoti shpëleft. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.